Kë thuati? Me klanet më të rrezikshme të drogës të Shqipërisë, Europës dhe botës. A ishin ti, mund më thush mua pse nuk, a ishin në avion edhe Toprin, Çelaj, Skopja me radhë. Ato nuk i di, po aty thot ministra, thot qeveritar, thot nuk dihet nëse ishte apo Rama. Në gjo, kur ai e shton suspekt, unë ju garantoj që e kam pyet datër disa herë Ramën, edhe në parlament. Qo dhe thuaj, ke qenë në Aruba apo nuk ke qenë? A ju kujtohet ju, më falni, një status, një denoncim në Facebook timin, kur e paraqet Ramën në Amsterdam, në aeroport në Rotterdamit, jo Amsterdamit, aeroport në Amsterdamit, i rrethuar me policë vetëm, casual, po, e ke një status, udhëtimi më mistik, a u nis me atë rast Rama në Aruba apo jo, unë nuk mund të them. So, s'mund të... Po kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, prandaj unë dal këtu për të thënë të vërtetat të cilat tjerë t'i fshehi. Thash sot media, po të mbronin interesin publik të shqiptarëve do të kishin kryetituj. Edi Rama i lidhur me organizatat narkoterrorizmin ndërkombëtar, shqiptar ndërkombëtar. Nuk janë. Po. Pyetja ime është, për të mos i quajtur kryefjalë ngjarjeve politike në vend, jo shumë larg nga këtu, në godinën qeveritare, Edi Rama ka mbledhur Këshillin e Ministrave për të shkarkuar ose për të pranuar propozimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e Erion Veliajt. Ju vetë një konferencë më herët keni deklaruar se Partia Demokratike do të dalë apo dëshiron që të dalë me një kandidat që të përfshi të gjithë partitë aleate. A i keni nisur ju, zoti Berisha, negociatat me aleatët dhe mund të na thoni cilët prej aleatëve nëse i keni nisur, keni thirrur, pra do të synoni të keni një kandidat vetëm aleatët që janë bashkuar më herët Partisë Demokratike, apo edhe partitë e reja? Unë jam këtu për të thënë të vërtetën shqiptarëve për ato që ndodhin. Ju përmend mbledhjes Këshillit të Ministrave. A e dini ju ç'po bëhet? Unë kam denoncuar burgosje gjushit me qëllimin e vetëm për ta futur në qelim e Erion Velin. Çfarë po ndodh? Erion Velis po i kërkohet në mënyrë ultimative të mos shkojë në gjykatë kushtetuese, në mënyrë që të dalë nga burgu, të ndiqet i lirë dhe të ketë lehtësira. Ky është misioni i gjushit, që është një urith. E kuptoni vetë ju. Tani, në të vim tek mbledhja. Cili është varianti? Varianti është antikushtetues. Çfarë ka ndërmend të thotë Edi Rama sot shqiptarëve? Nuk e shkarkova unë, thot. Noterizova, thot, vendimin e... Ja, e pasi dëgjua, e shefti ju? Po kur fuqia ekzekutive nuk është noterizuese. Kur fuqia e ekzekutivit është fuqi ekzekutivi. Ma edhe quhet ekzekutiv. Po si hipokrit dhe të mos përdor më epitetet tjera. Kërkon tani që të thotë se unë po noterizoj vendimin e këshilltarëve. Në mënyrë që e rën media që Erion Veliajt mos mund të shkojnë në gjykatë kushtetuese. A e kuptoni ju tani këtë?
A mund t'ja u thoni mediave ju këte?